Në situata të tilla, jo të gjithë dëshmoj njerëzin. Pastaj kemi pyet nëpër njerëz se mos dikush ka dëgju diçka, mos dikush din diçka, po për fillimet muajt e parë nuk është që kemi marrë ndonjë informacion. E pastaj kur filluan të lirohen pengjet nga burgjet serbe, aty ka pas raste kur na kanë thënë që ish një i burgosur atje, ndoshta nëna Morav krejt natë në Drenicë që ka qenë në një dhomë me babin. Ose ka dëgju diçka që u përmend emri i babit. Edhe na në kushte goxha të vështira ekonomike kemi pagu taksi për me shku, me pyet, a ka gjeta, a ka pa, jo, diçka. Dhe kemi marrë me përgjigje bushe. Ka pas edhe tentimet e atyne që na kanë kërku mjete financiare, që po, dikush din diçka për Balin, po kërkon mjete financiare. Edhe na kena tentu mi grumbullu ato mjete financiare. Pastaj kur ka dëgju që ne jemi të tubu pare për me na dha informacion, u lajmëru vete dhe ka thonë jo, ai ndërmjetësuesa, kushdo që ju ka thonë nuk është e vërtetë se unë nuk e njoh, as nuk e di, edhe mos mbledhni pare se unë nuk marr pare se nuk di kur gjë për të. Kanë mbledh pare në emër të ndonjë shqiptari, serbi? Shqiptari në emër të serbit, ndoshta edhe për shqiptarin. Kështu. Qysh është lajmëruar që ka thonë nuk di kur gjë? Po, nuk e di, ndoshta edhe ka kuptu goxha gjendjen e vështirë ekonomike tonën që mezi po arrim me mbledh diçka, ose ndoshta edhe u kanë dezinformim që ai e ka kuptu që nuk është e vërtetë kjo, nuk është të buru prej tij, ose nuk e kam shumë të qartë situatën që shukon atë në sakt, vetëm e di që na kanë kërku edhe mjete financiare, veç për me na tregu që është diçka, dikun. Në situata të tilla, jo të gjithë dëshmoj njerëzin. Ndoshta ka pas edhe njerëz të pasinqertë që kanë ndeshur me përfitu, ose të padrejtë.